Është një kënaqësi e veçantë që prapë të shpallem si sportiste e vitit. Viti 2025 ka qenë një vit shumë i suksesshëm, kur bëra për herë të tretë kampione evropiane, nën kampione botërore, si dhe përmbylla vitin në mënyrën më të mjaftueshme si e para rangizë botërore. Kështu që për gjitha këto suksese e falenderoj shumë trenerin tim Tonin, i cili edhe pse i ka arrit gjitha si trener, ai ende nuk po ndalet, ende po vazhdoj me të njëjtin ritëm dhe falë i sukseses e gjudës Kosovës nuk po ndalen. Jam shumë i lumtur që po shpallem sërish sportist i vitit. Kjo është për disatën herë me radhë. Kjo vjen falë punës madhe, për kushtimit edhe konsistentës që kam për sportin e gjudës. Dëshiroj me falenderu trenerin tim Tonin për përkrajën e vazhdueshme, familjen time edhe federatën e gjudës, ndërsa ky vit shpresoj që të shkojmë bashkë për të gjithë sportistët dhe të arrijnë qëllimet e tyre. Viti 2025 ka qenë një vit me rëndësi të veçantë për Komitetin Olimpik të Kosovës. Para së gjithash, dëshiroj të shpreh falënderimin tim të sinqert për besimin e delegatëve të cilët më rizgjodhen një mandat tjetër. Ky besim përfaqëson një përgjegjësi të madhe, morale dhe institucionale për të vazhduar punën dhe përkushtimin, integritetin dhe vizionin të qartë për të ardhmen e sportit tonë. Në qendër të veprimtarisë sonë, gjatë këtij viti ka qenë sportisti. Përmes ndarjes së 90 bursave për sportistë dhe trajner me vlera mujore prej $150 deri në $1.300, Komiteti Olimpik i Kosovës ka dëshmuar se mbështetja konkrete është themel i misionit tonë. Këto bursa janë shprehje e respektit, besimit dhe vlerësimit për përpjekjen e përditshme të atyre që me punë dhe sakrificë e përfaqësojnë Kosovën në arenat më të mëdha botërore. Çdo medalje e juaja, të dashur kampion, është dëshmi e talentit të jashtëzakonshëm dhe punës suaj të pandalshme. Andaj më lejoni t'ju falenderoj të gjithëve për angazhimin tuaj të vazhdueshëm, për çdo stërvitje të hershme të mëngjesit që nuk keni munguar, dhe për çdo garë ku keni ngritur flamurin e Kosovës dhe është dëgjuar himni i shtetit tonë me dinjitet. Faleminderit shumë. Gjatë viteve të fundit, së bashku kemi punuar që sporti të zhvillohet në sistem funksional dhe strukturë të qëndrueshme që mundëson zhvillim afatgjatë. Kemi rritur investimet kapitale dhe mbështetjen financiare, kemi forcuar kornizën ligjore dhe kemi zhvilluar programe konkrete që mbështesin sportistët, si dhe kemi vendosur standardet të qeverisjes së mirë brenda sektorit sportit. Rruga që kemi nisur kërkon vazhdimsi dhe përkushtim edhe më të madh në vitet në vijim. Faleminderit shumë Komitetit Olimpik për këtë nder. Është më të vërtet kënaqësi, sidomos me pranu këtë çmim prej trajnerit tim Driton Kuka, i cili ka qenë edhe meritori i gjitha sukseseve të mia. Si sportiste gjithmonë kam menduar se sfidat më të mëdha janë humbjet, sakrificat, lëndimet, po nuk ka e vërtet, sfidë më e madhe që nga me përfundu karrierën. Pavarësisht që sportit sfidon fizikisht, mentalisht, kjo ka qenë rruga që e kom gjedhë edhe rruga ku e kom njohë forcën time. Kulmi karrierës time ka me qenë medalja ortë olimpike, sepse në atë garë kom arrit me ngrit lartë flamurin e Kosovës edhe me pa krejt bota vendin tonë. Kështu që faleminderit gjithëve që keni qenë pjesë e rrugtimit tim. Ne po vazhdojmë të mbesim shtylla kryesore e imazhit pozitiv të Kosovës në botë, edhe rezultatet edhe shumë sportistë që kanë këtu deri tash, po edhe ata më të mirë që do të zgjidhen pas meje, e konfirmojnë që sporti po vazhdon tutje, ndoshta edhe pak para politikës, sepse kemi arrit ta ngrim flamurin atje ku politika andes po mundet. Brazil, Kinë e 2 herë në Rusi në kampionat të Evropës e të botës.
Pika tjetër e rëndësishme që du me potencu sonte është që ky çmim si vjetë për herë të parë po e ndjej me kënaqësinë më të madhe që nuk më përket veç mua, po i përket stafit tim. Kom arrit me ndërtu një ekip të tanë, trenera, shofer meje, cilët me të vërtet po punojnë natë e ditë.